binjakët në fakt ka një hyrje pothuajse po shkon drejt maksimumit Jupiteri. Kjo vendosje e Uranit me diellin do të rezultojë jashtëzakonisht shumë e fortë pozitivisht. Janë pothuajse në gradë të barabarta, me një gradë diferencë, 1 gradë e disa minuta në fakt, gjë që do të shënojë që çfarë ka të bëjë me faktorin e fatit në shërbim të lëvizjeve të ekonomisë, është momenti në të cilën dhe ata që s'kan plane, sidomos për të lindurit në 10 ditën e fundit të shenjës, duket sikur do të kenë informacione shumë të mira ose do të kenë benefite të mira. Sidomos ata që kanë të bëjnë me profesionet të cilën i japin mundësinë e zhvillimit ditor, pra që nuk është fiks, që nuk është standard. Ata do të kenë mundësira që të kenë gëzime apo lajme apo mënyra se si do të rrjetin do t'i gëzoj shumë. Ekonomia, investimet, lëvizjet e forta ekonomike për binjakët kanë momentin të na tregojnë sa të mençur, sa të guximshëm dhe sa e duan atë pjesën e projektimit madhështor të vetvetes.